Sot do të flasim për diçka shumë të thjeshtë, por me një kuptim kaq të thellën në Islam. E pra, si mundet një gjest i përditshëm të bëhet adhurim? Përgjigja gjendet tek tradita profetike. Bëhet fjalë për një sunet, pra ndjekja e shembullit të profetit, specifikisht me dorën e djathtë. Ky veprim bazohet në mënyra se si profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, vepronte në përditshmëri. Ai përdorte dorën e djathtë për gjërat e mira, sikur hante, pinte apo kur i jepte diçka dikujt. Edhe kur vishej gjithmonë fillonte nga ana e djathtë, një detaj vogël, por me peshë. Po mirë, pse është kaq i rëndësishëm ky veprim, kaq i thjeshtë? Çfarë fshihet pas tij? E gjitha lidhet me konceptin e ibadetit, pra kur një veprim i zakonshëm bëhet adhurim. Pra, nuk është thjesht një lëvizje mekanike, është një veprim i bërë me vedije dhe qëllim. Kështu, çdo lëvizje bëhet një lutje, një kërkesë për bekimin e Zotit, apo siç njihet, bereqetin. E bereqeti është pikërisht bekimi hynjor, mirësia dhe begatia që vjen nga Zoti. Ja këtu qëndron e gjithë bukuria. Një zakon i thjesht shndrohet në një adhurim të vetëdijshëm. Ky është shembulli perfekt se si një gjest fare i vogël mund të sjellë bekime kaq të mëdha. Kjo na bën të mendojmë, cilat zakone të tjera të vogla mund t'i shndërrojmë në diçka me kuptim?